në një shoqat, 500 euro në mujt, dhe kemi krijuar një buxhet 5.000 euro. Po jo vetëm sholë bajgore që pastrojmë, po dhe raste, po foli tash raste emergjente, po thëmë mjekime të njerëzve, po thëmë në gjendje që nuk kanë mundësi, po thëmë, ti përballojnë shpenzimet e veta, familjet të varfra, po thëmë, që s'kam në ore që janë, i ndihmojmë edhe ata, po mbi gjitha ka qenë ideja ta pastrojmë një rajon s'poko, sholë Grupi juaj, Fati Grup, e keni bë një organizatë jo qeveritare. Jo qeveritare, po. Të gjithë hidhni para aty dhe e keni punësu një person. Ati personi ja keni ble mjetët, ja keni ble një kombi. E ka veturën, e shfrytëzojnë edhe privat, edhe këtë, e do më thonë ja mësojmë, edhe a i ka të gjitha mjetet dhe e bën punë ditore, ora 8 dhe në ora 16. E hane deri të premten. Shtu në dillë e ka pushim, si kërse të gjitha punëtor tjerë të Fati Grup. Veç një punëtor është? Veç një punëtor. Në të mirë të komunitetit? Në të mirë komunitetit. Edhe asgjë tjetër. Tani, Fati Grup janë në Gjermani. Parët të fitojnë jashtë. Ju e keni gjithë mënyrën qysh me pagu këtu. A munden edhe kolegë tuaj, biznismen shqiptar që janë në gjithë botën, ta marrin këtë model? Mesazhi për cilët ashtë. Mesazhi ynë për cilët ashtë. A e kuptojnë të tjerët nuk e dinë. Kisha pas qef ta kuptojnë të gjithë. Unë e kam pas takime, po thonë kështu edhe me kolegët e me tjerë. E këmë thonë, ne do të pastrojmë shalën, po ju tër Kosovën, s'kemi mundësi. Këtu do të, po thonë, është në nivel qendror, do të dhe qeveria, po thonë, ministria. Ka dhe nga ona, po thonë, e qeverisë, po thonë. Edhe ata, po thonë, kanë thonë shenja shumë të mira, që do të pastrojmë Kosovën, do të shpallëm luft në Beturinave, dhe kjo është sfid e të gjithë neve këtu. Tani, e para është që ne të mos i hudhim ato në Beturina, të mos i hudhim vende pa vend. Kjo është mesazhi. E dyta është që institucionet ta kryen punën e vetë. Jemi në kontakt të vazhdueshëm. E pastaj e treta vjen bamirësia, ose shembulli si juaj që mund të ndjekin shumë biznismen nga rajonet prej nga vinë. Qërë, ne si Fati Grup, kemi fillu pa 4 vite dhe me biznes. Deri sa kemi fillu me biznes, nuk kemi qenë është edhe të kyqën direkt, po thëmë në tregun, Kosovar, kemi orë marrol, edhe të thëmë. Po duke bërë biznes, duke por gjendjën alarmante, jemi nërë këmëndu, ka dalë. Ne jemi, po thëmë, të një